Më shumë kontrolën nga administrata tatimore Kosovës, por sa po luftohet evazioni fiskale në Kosovë? Sa biznese janë kontrolluar? Sa janë gjobitur? Sa është borxhi ndaj administratës tatimore të Kosovës? Sa të hyra po sjellin për buxhetin këto kontrolle? Për këto dhe çështje të tjera, do diskutojmë me drejtorin administratës tatimore të Kosovës, zotin Mentor Hyseni. Zoti Hyseni, mirë se erdhe në studion e Radios Evropa e Lirë. Mirë se gjej, kënaqësi me qenë këtu. Zoti Hyseni, kohëve të fundit të bizneset të raportojnë se janë intensifikuar kontrollet nga administrata tatimore Kosovës. Cila është arsyeja e këtij shtimi të kontrollave? Është e vërtetë që numri i kontrollave është rrit krahasu me vitin paraprak, po ky ka një qëllim që në shumë intervista të mëhershme kam thënë që atë këja ka të drejtë me u kthy 6 vite mrapa për me i kontrollu. Nëse rrisim numrin e kontrollave, bie që periudha shkurtohet. Domethënë ka mundësi mi kontrollu veç për 3 vite, edhe bizneset mu liru për asaj barës që atë këja ka marrë nesër dhe më nga kontrollu për 6 vite. Arsyeja tjetër është që ne kemi zvogëlu kohën e kontrollit sa që ndrojmë të bizneset. Kur ku marrë në atë këtë tash madhe 3 ditë i bëj një vit, ku më gjetë kontrollat që ka zgjatë dhe 36 muaj, se me 24 muaj ka pas shumë. Sot me rregullorin e re, domethënë koha më e gjatë për një kontroll më komplekse është 2 muaj apo 60 ditë. Në 60 ditë qoftë edhe një kompani shumë komplekse që është, administrata tatimore e Kosovës e kontrollon edhe e mbyll raportin, edhe kjo çështje mbyllet më për periudhën sa do e gjatë që është kontrolluar. Të e pas parasysh që i kemi zvoglu ditët në kontroll, i bie që automatikisht është rrit numri për kontrolla. Po kjo nuk e ka për qëllimin që me shtu kontrollën më shumë, po për faktin që e kemi rrit efikasitetin e njerëzve të njëjtë që punojnë aty në atë kërë. Po pse sa ka zgjatë një kontroll, domethënë tek bizneset? Thashtë edhe më herët që ka pas kontrolla dhe 36 muaj që kanë zgjatë, edhe kjo është mundë me thonë shumë e vështirë për biznesin, edhe në aspektin operativ, po edhe në aspektin e frigës që mundet me ngjallë biznesit, se nëse rreti përmi 2 vite, atëherë dilemat e biznesit janë pse mundet me nejtë administrata tatimore. Në aspektin operativ janë pengesë shumë e madhe, më të sill dikush në për organizatë ose në për biznes, ose vetëm më të lyp kohë pas kohë dokumenta, ajo është në ashtë edhe një dozë e frikës që kam pas biznesit, se qa mund me ndodhë me raportin final të tërë. A bëhet fjalë për një aksion të përkohshëm apo ndonjë strategji të re që do të vazhdojë edhe në muajin vijim? Po, na i kemi bë diku 35% i kemi rrit numrin e kontrollave, që i kemi bën gjatë këtij 6 mujori rreth 1015 kontrolla gjithsej. Po nëse flasëm për vizitat, me sistemin e riskut që i kemi në ATK, na i targetojmë kryesisht sektor që kanë rritje sezonale të qarkullimit. Në këtë sezon, për shembull, aktivitetet e tona ishin të shtume në terren, kryesisht te pishinat, sallat e dasmave, hotelerin, madje sektor tjerë të cilat kryesisht e kanë shtu veprimtarinë, sallonet e ëndëllimit dhe kështu me radhë. Pra qëllimi është mi targetu sektorët që potencialisht mbas riskut dalin që kanë evazion fiskal të shtuar në këtë sezon. Po cilët kanë qenë shkeljet më të shpeshta që keni hasur te këto sektor? Po, kryesisht shkeljet janë të natyrës mos deklarimit të saktë. Edhe me 1015 kontrolla që i kemi pas, na i kemi gjetë një shmangje diku 58.5 milion euro në vetëm me pjesën e kontrollave. Mandej me vizita i kemi pas diku 0, ose 300.000, që kështu që sillen diku ka 60 milion që me vizita, me kontrolla përmbushse që i quajmë ne, i dajmë një 3 kategori që i kemi, diku rreth 60 milion shmangje tatimore. Do të thonë vetëm gjatë këtij viti? Po, vetëm gjatë këtij 6 mujori. Po, në këtë kuadër keni kontrolluar do të thonë edhe personat që gjenerojnë të ardhura nga rrjetet sociale, siç janë influencerët? Po, patjetër. Çësia jone atë kësë është kryesisht kur e targetojmë një sektor në bazë të riskut, na e përcjellim një narrativ që fillimisht diskutojmë ata. I informojmë që në bazë të dhënave që i kemi në sistem, se na mbledhëm diku rreth 3 milion deklarime në vit. Kështu që kur sistemi analizon këto, mundet më na informu që cili sektor po shmang më shumë. Edhe na bëjmë një informim për shembull për influencerët, siç e thekët ju, e keni pa në ashtë edhe takimet që i kemi pas me ta. Po. Edhe
qëllimi jonë është me informu që me deklaru sakt. Mandej nëse shohim në sistem që nuk po reflekton ajo që kemi pas qëllimin, na fillojmë me kontrolla të shtume ose vizita të shtume. Thatë deri në 60 milion euro është mangja nga tatimi. Po sa është numri i gjobave që keni shqiptuar, domethënë vetëm tek këto biznese sezonale që u përmendet? Diku 2500 është numri i gjobave që kemi shqiptuar gjatë këtij 6 mujori. Nëse e krahasojmë me 6 mujorin e vitit paraprak, ka diku 6.7 ose 7.6 ose 8%, rreth 8%-ve ramje të numrit të gjobave. Edhe pse janë rrit të hyrat, janë rrit të hyrat prej pjesës së shmangjes së tatimit, janë rrit numri i kontrollave, e vetmja gjë që ka rënë atë kë është numri i gjobave që e kemi shqiptuar. Pra në këtë vit, në këtë 6 mujor kemi diku 2500, po që reflekton diku rreth 8% një rëmje prej vitit paraprak. Zoti Hysini, po më intereson po në përgjithësi, cil sektor, domethënë konsiderohen më problematik ju shmangën tatimeve, përveç këtyre bizneseve sezonale? Sektor që janë më problematik prej natyrës se janë sektor edhe më kompleks në aspektin e kontabilitetit. Për shembull, sektori i ndërtimit është më kompleks, se kontratat e ndërtimit janë profesionistët, kontabilistat që e dinë shumë mirë, edhe mbajtja e evidencës në sistemin kontabil është më kompleks. Kryesisht mandej ky kompleksitet përcjellet edhe me probleme në raportim. Por në atë kë evidentohen kryesisht sektori i ndërtimit, sektori tregtia me shumicë, pjesa e hotelerisë, kështu me radhë. Zoti Hysini, apo bëni kontrolla edhe në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veriut të Kosovës, apo ka ende zona apo aktivitete ekonomike jashtë sistemit tatimor të Kosovës? Realisht edhe në verin, në secilën komunë të Kosovës, numri i kontrollave është proporcionale me këtë territorin e Kosovës. Qa mundë me cek për pjesën e veriut me projektin e ri që kemi pas me vendosjen e stikersve, e kemi pas që vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti është rrit numri i bizneseve, atje diku 230 biznese janë më shumë, edhe qarkullimi është rreth 2 milion euro vetëm në këtë 6 mujorin e parë. Po sa i kontrolloni këto biznese? Kontrollohen sipas sistemit të rrezikut që i qet. Unë kam shpjeguar edhe në për intervista të tjera që në atë kë sot nuk ka mundësi asnjë biznes mu kontrollu me qasje subjektive, me thonë që po e kontrolloj çdo biznes. Në të kaluamën ka qenë që 90% janë kanë të parapamën në bazë të sistemit të rrezikut, 10% inspektorët kanë pas të drejtë me zgjedh një biznes në bazë dyshimit të tyre për mu kontrollu. Me ardhjen time në vitin e kaluar, domethënë vendimi i parë që ka qenë e ku më ndalu automatikisht që 100% të kontrollave do të më bë prej rrezikut. Kështu që edhe në komunat në veri, pa dallim, nëse sistemi i rrezikut që është një sistem që i analizon diku 72 faktorë, nëse çet një biznes që duhet më kontrollu, ai shkon edhe kontrollohet. Po nga raporti që kemi pa, numri i kontrollave është proporcionale në krahasim me komuna tjera. A ka mundësi administrata tatimore e Kosovës që kontrollat t'i bëj pa shkuar fizikisht te bizneset? Sa jeni të digitalizuar? Po, të e pas parasysh faktin që na mbledhëm diku rreth 3 milion deklarime gjatë vitit, i bie që mundë me thonë 70% e punës mund të më bëhet edhe në zyre. Ka raste kur do të më shku patjetër, si për shembull te numërimi i stoqeve, verifikimi në terren e kështu me radhë, mirë po pjesa dërmuese për shkak të digitalizimit që është bërë deri më tani, na i mundson që puna mu kryej në zyre. Gjatë kontrollave në terren, a keni identifikuar punëtorët e pa deklaruar apo pa kontrollta pune? Sidomos tashme, kur paga minimale është bërë 500 euro dhe bizneset kanë hezituar në një mënyrë. Në vitet paraprake kjo dukuni ka qenë më e theksuar. Po me ndryshimet e reja ligjore që i ka bërë Ministria e Financave, që ka bërë një normë ligjore që thot një ditë para se të vije atë kë ju duhet me pas deklarimin. Që i bie nëse atë kë shkon sot te një biznes, nuk mundet me thonë biznesi që punëtori ka fillu sot, deklarimin ka me bë deri në fund të ose në 15 të muajit të ardhshëm. Po kërkesat ligjore janë që kudo që e merrni punëtorin, deklarimi do të më bëhet çfarë ditë. Në mënyrë që nëse vije atë kë mu pajtu atë kjo se me basi të pranueshme është vetëm nëse i ke deklaruar një ditë përpara. Kjo e ka zvoglu numrin e punëtorëve që janë të padeklaruar. Vetëm në 6 mujorin e këtij viti diko 17.500 punëtorë janë më shumë se sa 6 mujori i vitit paraprak. Do të thonë po e zbatojnë ligjin? Po, biznes, do të thonë punëtorët të deklaruar janë diku 17.500 punëtor të deklaruar më shumë se 6 mujori i vitit paraprak. Po sa është numri i përgjithshëm i punëtorëve në Kosovë që janë të deklaruar në atë? Diku 450.000, në mesatar është 450.000.
Po më intereson, apo reflektojnë këto kontrole në rritjen e të hyrave tatimore? A keni rezultate paraprake? Po, edhe unë si thash edhe në krejtë në fillim, diko vetëm nga kontrollet janë rreth 60 milion euro të hyra tatimore shtesë. Kjo në përqindje, që është thash edhe për herës kalum, është diko mbi 60% krahasu me vitin paraprak. Po të hyrat që bëm për i kontrollave janë prafërsisht një 10% të hyrave të përgjithshme tatimore. 90% janë me vetë deklarim. Na rreth këtij 6 mujore i kemi mbledh diko rreth 600 milion, nëse 60 milion që ne vënojmë në përqindje me këto është 10% e të hyrave të përgjithshme. Do të thonë në krahasim me vitin paraprak, sa është përqindja më shumë? Po diko rreth 60 mbi 60% e kalon vetëm të hyrat që janë pjesë e deklaruar pe kontrollave. Po në përgjithësi, jo vetëm në përgjithësi janë 14% në krahasim me të hyrat tatimore që kemi pas në vitin paraprak. A mund të ndikoj rritjen e të hyrave dhe inflacione? Kemi po zonë për marrë vetëm shembullin çmimin e naftës. Po, tash këtu më duhet një shpjegim pak më i përgjithshëm. Nëse themi që rritja e të hyrave tatimore është për shkak të inflacionit, na mundi me thonë që nëse analizon qarkullimin e bizneseve, 6-7% është rrit në këtë 6 mujor. Nëse themi inflacioni është 5 diçka, ose rritja ekonomike 4-5, të hyrat tatimore janë 14% të rritura në krahasim me periudhën paraprake. Cilëndo prej këtyre normave që e merr të përqindjeve nuk përputhet me rritjen tatimore. Pra, kjo është një faktor që ka ndiku edhe zhvillimi ekonomik, edhe formalizimi i bizneseve. Nëse themi pse zhvillimi ekonomik, thash më herët, diko 17.000 punëtor janë më shumë të lajmëruar në këtë periudhë. Diko 7.500 biznese të reja janë të hapura në këtë periudhën e 6 mujore të krahasu më shumë me periudhën paraprake, ose 230 si që që janë vetëm në pjesën në 4 komunat veriore. Pra nëse themi aja atribuohet që kjo rritje e inflacionit nuk është i atribuohet. Nëse ka qenë edhe 6%, në mujt individual, të hyrat janë diku 14%. Pra, që këtë diferenca është rritje reale e ekonomisë ose formalizim për i pjesës së ATK-s. Kur po thoni formalizim gjatë kontrolleve, do të thonë gjatë këtij viti, ka biznese që kanë hyrë në tregun formal, keni hasur biznese duke zhvilluar aktivitetet në mënyrë informale? Po, vazhdimisht me kontrole gjindën biznese që janë të paformalizuar dhe prandaj kemi nisë edhe këtë projektin që quajmë projekti i stikerzve. Ideja e vendosjes së stikerzve është që fillimisht me identifiku cilat biznese janë të regjistruar dhe paguajnë janë të formalizuar si duhet. Mandej me mbet pjesa e paregjistruar e cila është, kështu që në këtë aspekt edhe ATK-ja ose inspektorët me një dalje në teren mundën me pas se cilët biznese janë pas stikerës, po madje edhe qytetarët e ndershëm, cilët ushtrojnë veprimtari ose pa ushtruar veprimtari fare, mundën me informua ATK-n se një biznes se ka një veprimtari këtu, po që është i pa formalizuar se duket në mungesë të stikerësit që kemi vendosur. Zoti Hyseni, a ka administrata tatimore e Kosovës ndonjë vlerësim se sa i kushton buxhetit të Kosovës evazioni fiskal? Dhe cilët sektor, përmend ndërtimtarin, po ndonjë sektor tjetër që kontribuon më shumë në humbjet? Motit zakonisht nuk i bën ato kjo. Në Kosovë nuk i ka bë as Kosova vetë. Shumicën e rasteve i kanë bërë institucionet ndërkombëtare, por edhe ato janë kryesisht të vjetra, datojnë nga viti 2019-2020. Edhe në atë kohë, raportet që flasin për atë kohë, flasin diku 25 dhe 35% të bruto produktit. Po tashme kemi mbi 10 milion euro bruto produktin që shifrat janë milionëshe. 10 miliard euro nëse kemi bruto produktin, nëse themi 25 është 1/4 e 10 miliardshët. Kështu që është jashtëzakonisht evazioni fiskal i madh. Me gjithë këto kontrolle, sa është borxhi që bizneset kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës? Borxhi që është në ATK është diku 650 milion që është i mbledhshëm. Diku 800 milion është borxhi që prej mas luftës. Edhe në ATK kjo është shqetësimi kryesor. Pra nëse themi 650 milion janë borxhi i mbledhshëm, edhe i kemi të hyrat 1.2 miliard, rreth 50% të hyrave vjetore, administrata tatimore e ka që ja kanë bërsh bizneset për këto 20 vite.
Po pse janë grumbullu? 25 vite. Tash, arsyet janë të ndryshme, Po. mirë po, na e kemi bo një reform që po mendoj me targetu mbledhjen e borxheve. Për shembull, vitin e kaluar Fondi Monetar Ndërkombëtar deri vitin e kaluar ka qenë një reform që ka bë fondi dhe ka koncentruar mbledhjen e borxheve në Prishtinë. Po e kemi pas që kjo nuk ka funksionuar. Kur ku marrë të bë analiza të ndryshme, edhe kum këshyr me cilin ka ndaj lidhje korrelative. Për shembull, nuk ka ndalë që rritja e borxheve ka me rritjen e tyrave, ose me rritjen e zhvillimit ekonomik, ose me rritjen e qarkullimit të biznesit, edhe kum pas që e vetmja lidhje korrelative kom prej kohës kur e kanë koncentruar mbledhjen e borxheve në Prishtinë. Atë kë ai ka 10 regione. Edhe mbledhja e borxheve është koncentruar në Prishtinë, mandej udhëhecit e regioneve nuk e kanë pas përgjegjësinë për me mbledh borxhin të cilin ata e shkruajnë. Kjo ka mujtë me ndiku që ata me pas një incentiv me shkru borxhe më shumë, me parashit performancën e mirë, po si rridhoj nuk janë kon përgjegjës për me mbledh ata. Mandej na e kemi decentralizu edhe kemi kthy komplet në për regione. Regioni që e shkruan çat borxh tash është përgjegjës për me mbledh ata. Në aspektin operativ, prej një njerit është decentralizu të 10 njerëz. Pra nëse ti ke pas një drejtor të angazhuar në mbledhjen e borxheve, sot i ki 10 regione ose 10 drejtor të regioneve për mbledhjen e borxheve. Për i shkurtit të vitit kalum, domethënë na i kemi pa që 122 milion i kemi mbledh borxhe vetëm gjatë kësaj periudhe. Që është diku rreth 40% tyra më shumë nga mbledhja e borxheve krahasu me periudhën paraprake. Edhe po presim që deri në fund vitit ka me dhënë efektin edhe më të madh. Po a keni ndonjë cak se sa përqend ose deri në sa milion euro deri në fund vitit do fitonin nga shmangja e tatimeve? Apo evazioni fiskal? Nga shmangja e tatimeve nuk kemi ndaj farë plani kështu, po treguesi që tregon që rreth 60 milion i kemi mbledh vetëm prej kontrollave, i bie që dyfishi i kësaj mund më konë në periudhën e fund vitit. Deri në fund vit, domethënë 120 milion pritet me u mbledh prej kontrollave si evazion fiskal. Po në përgjithësi deri në fund vit sa synonte 1.2 miliard. Qëllimi jonë është me arrit 1.2 miliard. Sa ka qenë vitin e kaluar? 1 miliard. Zoti Hyseni, faleminderit shumë që ishe në studion e Radios Evropa e Lirë. Faleminderit për juve. Shikues dhe dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë, ishim në një intervistë me drejtorin administratës tatimore të Kosovës, zotin Mentor Hyseni. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.